Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e ani preshin, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Preshi i përket të njëjtës familje si qepa dhe hudhra dhe periudha më e mirë për ta konsumuar është nga shtatori deri në maj. Kjo perime është mjaft e përdorur si në supa dhe në sallata. Preshi i përket gjinisë Allium, në familjen Allicae dhe ka origjinë nga lindja e mesme. Ka pak kalori, i pasur me fibër, një burim i antioksidantëve, një burim i vitaminës K dhe B9, si dhe një burim i mirë i mineraleve. Mendohet gjithashtu se ka një efekt mbrojtës kundër disa formave të ndryshme të trupit. Vlerat e shumta të preshit e bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Preshi është i pasur me ujë dhe kalium dhe ka pak natrium. Prandaj ka një rol diuretik, përmban komponime squfuri dhe antioksidues flavonoide që lejojnë atë të parandalojë disa lloje të problemeve. Flavonoidi kryesor quhet kampoferol. Flavonoidet janë antioksidantë që mund të kenë veti antiinflamatore, antidiatike dhe antisëmundje, si dhe përfitimet e tyre shëndetësore. Prova e qartë e këtyre përfitimeve shëndetësore të preshit do të varet nga studimet të cilat janë cilësuar se ai mund të ofrojë shumë zgjidhje të mira kundër një sër komplikacionesh. Përbërja e squfurit të preshi shndrohet në alicin nëpërmjet një reaksioni enzimatik kur kërcelli i preshit shtypet pritet e të tjera. Studimet laboratorike tregojnë se alicina kontribon në reduktimin e formimit të kolesterolit. Përveç kësaj është zbuluar gjithashtu se ka aktivitet antibakterial, antiviral, antifungal. Në të njëjtën kohë zvogëlon ngurtësimet e enëve të gjakut duke ndihmuar në uljen e presionit të përgjithshëm të gjakut. Gjithashtu parandalon formimin e mpikses së trombociteve të gjakut. Prandaj alicina ndihmon në uljen e rrezikut të përgjithshëm të sëmundjeve koronare të zemrës, sëmundjeve vaskulare periferike dhe goditjeve në tru. Preshi përmban flavonoid, lutein dhe zeakanthin të cilët mbrojnë syt. Këto substanca të njohur si karotenoide zvogëlojnë rrezikun e kataraktës dhe degenerimit makular lidhur me moshën. Preshi është një burim i mirë i vitaminës B6 i cili luan një rol në energjinë, sistemin nervor, sintezën e proteinës, formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe reduktimin e lodhjes. Ai është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës B9 i cili siguron edhe rinovimin e qelizave të rëndësishme për grashtatzana, për zhvillimin e fetusit dhe për fëmijët në rritje, si dhe për njerëzit që shërohen. Kërcelli i tyre me gjethe përmban vitaminën B vitale. Përveç kësaj, preshi është një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksidantëve të tjerë fenolik, flavonoide, karotenoide dhe luteina. Kërcelli i preshit është një produkt shumë i mirë i cili mund të gatuhet në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojë trupit do ta bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në dobi të organizmit. Preshi është një perime e familjes Allium, ku hyn gjithashtu qepa, hudhra e të tjera, por ndryshe nga këto të fundit ka përfitime të cilat mund ta bëjnë atë vërtet të veçantë në piramidën ushqimore. Kjo perime është po aq ashtu e shëndetshme sa hudhra dhe qepa dhe në këtë video sipas Healthside do të rendisim lëndët ushqyese dhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i preshit. Në 100 gram presh do të gjeni 1.5 gram protein, 14 gram karbohidrate, 83 gram ujë, gjithashtu një burim i mirë i vitaminës B6, vitaminës A, C, folat, hekur, vitamin K, mangan dhe magnez. Përfitimet shëndetësore janë të larmishme. Ai do të ndikojë në shëndetin e kockave. Preshi është një burim shumë i mirë i magnezit dhe i kalciumit, minerale shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave, pasi ndihmon në shndrimin e vitaminës D në formën e saj aktive të trupit. Përmirëson shëndetin tretës. Preshi është i pasur me probiotik, lloji më i mirë i bakterieve të cilat duhet të shumohen në aparatin tretës. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në përthithjen e lëndëve ushqyese. Ndihmon në mbajtjen e ekuilibrave të mjedisit bakterial të stomakut, ndihmon në eliminimin e toksinave dhe stimulimin e lëngjeve tretëse. Është një burim i mirë i antioksidantëve dhe vitaminave. Preshi përmban vitaminën A, K dhe së bashku një sasi të antioksidantëve, niacin, acid folik, magnez dhe riboflavinë të tjera. Marrja e dur dhe ngrënia e preshit gjatë shtatzanisë mund të ndihmojnë në parandalimin e defekteve të tubit nervor të porsalindurit, ndërsa vitamina B e pranishme në këtë perime mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin e zemrës,
duke mbajtur të ekuilibruar nivelin e homocistinës. Nivelet e larta të kësaj të fundit janë të lidhura me mpiksin e gjakut, sëmundjet të zemrës dhe goditjen në tru. Preshi është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të anemisë. Preshi është i pasur me ekur, mineral i cili ndihmon në parandalimin e llojeve të ndryshme të anemisë, në veçanti të anemisë me mungesë ekuri. Gjithashtu është i pasur me vitaminën C që mund të ndihmojë në thithjen më të mirë të këtij minerali nga trupi i njeriut. Preshi kultivohet kryesisht edhe gjatë periudhës së ftohtë të dimrit. Gjithashtu, ai mund të japë përfitime të larta për organizmin. Lëngu i preshit të freskët përdoret gjërësisht në mjekësinë popullore edhe për të lehtësuar problemet e të ftohtit. Ai mund të lehtësojë problemet e grykëve si dhe mund të lehtësojë problemet e lëkurës, prandaj zgjedhja dhe përdorimi i tij mund ta bëjnë atë një nga produktet më të mira për organizmin. Preshi është një perime i cili i përket familjes ku bën pjesa hudhra dhe qepa dhe ka një aromë delikate dhe tërheqëse, ndaj mund të jetë i gjithanshëm në kuzhinë. Rritet në të gjithë botën, është një burim i pasur me ujë, kripra minerale, vitamina dhe fibra, por mund të përkufizohet si një ushqim diuretik që gjithashtu sjell dobi të zorrve dhe mund të konsumohet nga njerëzit që ndjekin një dietë me kalori të ulta. Në kuzhinë zvendësohen qepën dhe përgatitjen e recetave të ndryshme. Ka një shije më delikate të rekomanduar krahasi me qepët dhe preferohet nga njerëzit që nuk i pëlqen aroma e fortë. Përdoret vetëm pjesa e bardhë, ajo mund të hahet si e papjekur ashtu dhe e gatuar. Preshi konsumohet në kuzhinë jo vetëm për aromen e tij delikate dhe të lehtë, por edhe fal vetive të dobishme, të cilat mund t'i ofrojnë trupit shumë vlera të larmishme. Ai pastron trupin dhe stimulon atë. Fal përmbajtjes së lartë të ujit, fibrave, mineraleve, vitaminave, kriprave dhe antioksiduesve, ata e quajnë vetë miq të mëlçisë, të zorrës, veshkave, fshikëzës dhe traktit urinar në përgjithësi. Kryen një veprim antioksidues fal kaliumit që ai përmban, i cili ndihmon në heqjen e trupit të toksinave duke pastruar kështu veshkat, traktin respirator dhe mushkëritë. Ai ndihmon në mbajtjen nën kontroll të problemeve të kolesterolit. Preshi si hudhra përmban alicin, i cili është një enzim që ka veti antibakteriale, antivirale shumë të dobishme, pasi shkon për të ulur nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës. Siç u tha tashmë, ata që ndjekin një dietë me kalori të ulta mund të konsumojnë edhe pas një problem, sepse përmban pak kalori. Për më tepër, falë fibrave të përfshira në to, ato do të rrisin ngopjen. Përfitimet janë të larta edhe për sistemin tretës. Ndryshe nga qepa e cila promovon formimin e ajrit në stomak, preshi është aleati i mirëqenies së stomakut. Ato kanë veti të mira të cilat zvogëlojnë formimin e gazdrave, prandaj rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga këto probleme sepse lehtësojnë tretjen. Ato kanë fuqi të pakta qetësuese falë fibrave që kanë ndihmojnë edhe në rastin e kapsllëkut. Preshi është miku më i mirë i lëkurës. Preshi përmban antioksidant, polifenole, të cilat ngadalësojnë procesin e plakës qelizore. Falë silicit që ato përmbajnë ndikojnë në lëkurë duke mbajtur me elastike dhe të tonifikuar për më gjatë. Ulin presionin e gjakut dhe mbrojnë zemrën. Alicina i mban enët e gjakut me elastike duke ndihmuar kështu dobitë e saj në rast të hipertensionit, por edhe në praninë e kaliumit, i cili rregullon presionin e gjakut. Rrjedhimisht parandalon formimin e mpikses së gjakut duke mbrojtur kështu zemrën nga sulme në zemër dhe goditje në tru. Vlerat ushqyese të preshit janë të larmishme, ku në 100 gram do të gjeni 83 gram ujë, 3.9 gram sheqer, 1.5 gram protein, 1.8 gram karbohidrate, 180 mg kalium, 20 mg natrium, 59 mg kalcium, 28 mg magnez, 35 mg gjithashtu edhe element ushqyes të yndyrnave të pangopura. Preshin përfshiheni më patjetër në dietën tuaj për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.